gjamia e shpëtimit e sodit është Islami, Kurani, monoteizmi, as ateizmi e as politeizmi, po besimi në një Zot. Me emrin e Allahut kjo anije ka me ecë dhe ka me arrit cakun e tij. Po shoh një video në vendet më të ftohta të botës është ndërtu një xhami, atje në polin verior, në Antarktik, është ndërtu një xhami ku falet namazi, sepse pejgamberi alayhis salam ka thënë kjo fe ka me arrit aty ku ka ditë dhe ku ka natë. Sot profi Ajni Sinani ka postu se si një prift është bë musliman në ditën e parë të Ramazanit, një kish në Amerikë, në SBA, e kanë shëndru në xhami. Pra e ardhmja e botës, shpëtimi i botës nuk janë në civilizime të ndryshme, lindje, perëndim, por është vetëm tek libri i fundit dhe pejgamberi i fundit, i cili ka thënë për pejgambert para tij, ata janë vëllezërit e mi, Isa a.s., Musa a.s., Ibrahimi a.s. Allahu na udhëzoft neve edhe me ne i udhëzoft edhe të tjerët, inshallah.